Marcia Lucas, montazhierja e njohur amerikane e filmave dhe fituese e çmimit Oscar për punën e saj në filmin origjinal Star Wars, ka ndërruar jetë në moshën 80 vjeçare pas betejës së saj me kancerin. E konsideruar si një nga figurat më të rëndësishme të suksesit të hershëm të sagës Star Wars, ajo ka luajtur një rol kyç në ndërtimin e ritmit, strukturës dhe ngarkesës emocionale të filmit Star Wars, filmi i cili ndryshoi historinë e kinemas fantastiko-shkencore. Në vitin 1978, ajo doli fituese e çmimit Oscar të filmit Star Wars të vitit 1977, i cili më vonë u riemërua si filmi Star Wars A New Hope. Karriera e saj përfshiu gjithashtu bashkëpunime me regjisorin legjendar Martin Scorsese në filma si Taxi Driver, Alice Doesn't Live Here Anymore dhe New York, New York. Pas lajmit për vdekjen e saj, kompania Lucasfilm dhe emra të njohur në industrinë e filmit i kushtuan asaj homazhe duke vlerësuar ndikimin e saj të madh në historinë e kinemas.